Unë e gjeta përgjigjen. Nëse secili prej fëmijëve ka nga një bretkos të rrëshqitshme, atëherë janë 13 bretkosa. Nëse tek çdo bretkos përpëliten 2 larva, atëherë i bie që janë 26 larva. Dhe nëse tek çdo larvë hipin 2 pleshta, kjo do të thotë se janë 52 pleshta. Nëse i mbledh të gjitha gjërat së bashku, del baraz 104. Sa për dieni, mami më bënte shumë problema çdo mbasdite. Ti përgjigjem gjëgjësës tënde është vetëm si një bukë me djath për mua. Është 104. O, prit, harrova të vendos shtrigën tege në problem. Përgjigja ime është 105. Përgjigje e gabuar. Çfarë do të thuash? Të gjitha për llogaritet e mia janë të sakta. Ti ke të drejtë, por harrove të llogarisje dhe ushqimin e shtrigës tege në problemën tënde. Një korb komplet të gjallë. Pra, përgjigja është 106.